Kryeministri i sapo zgjedhur i Hungarisë Peter Magyar ka paralajmëruar fundin e praktikës së dhënies së azilit për politikanët e akuzuar apo të lënduar, duke kritikuar drejt për drejt vendimet e qeverisë së mëparshme të Viktor Orban, duke përmendur rastin e ish-kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Nikola Gruevski, i dënuar në vendin e tij dhe i strehuar prej vitesh në Budapest. E po mendoj se fola shumë qartë për këtë më parë, se sugjerova që të mos blejnë mobilje në Hungari nga IKEA, sepse nuk do të qëndrojnë gjatë. Hungaria nuk do të jetë një stre për kriminalët ndërkombëtar, dhe kjo nuk vlen vetëm për ta, por edhe për zotin Nikola Gruevski, ish presidentin e Maqedonisë së Veriut, i cili gjithashtu është një i dënuar, por nuk është shkak se kjo është e drejtë që ne të presim që edhe vendet e tjera europiane, nëse kriminalet politik hungarez ikin në vendet e tjera, t'i ekstradojnë përsëri tek ne, në frymën e bashkëpunimit evropian, këta kriminal të mundshëm, deklaroi Magyar. Ai u referua gjithashtu edhe rasteve të politikanëve polak, Zbigniew Ziobro dhe Marcin Romanowski, duke theksuar se ata duhet të përballen me drejtësi në vendin e tyre. Në atë njëjtën kohë Magyar u bëri thirrje që nëse nuk kanë asgjë për të fshehur të kthehen në Poloni dhe të pastrojnë emrin përpara institucioneve dhe publikut. Sipas tij, nëse ndodhen ende në Hungari, do të kërkohet një mënyrë për ekstradimin e tyre. Deklaratat e tij sinjalizojnë një kthes të fortë nga politika e ndjekur nga Viktor Orban, gjatë së cilës Hungaria u kthye në një stret të diskutueshme për figura politike në konflikt me drejtësinë, veçanërisht në Ballkan. Rasti i Gruevskit mbetet precedent kyç në rajon, ndërsa zhvillimet e fundit pritet të ndikojnë edhe në perceptimin e Hungarisë si një portë e mundshme azili. Edhe në Shqipëri emri i Hungarisë është përmendur shpesh në këtë kontekst. Në diskursin publik është aluduar se ish presidenti Ilir Meta përpara arrestimit mund të ketë kërkuar një mundësi të tillë, ndonse kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht. Ndryshimi i kursit në Budapest mund të mbyllë një nga destinacionet kryesore për politikanët që synojnë t'i shmangen drejtësisë, duke rritur presionin për përballje me ligjin në vendet e tyre.